Në vendin tonë, siguria ushqimore vjen të jetë një sfidë për konsumatorin, por edhe për institucionet përgjithëse. Tregtimi i produkteve ushqimore si bylmeti, por edhe peshku vëre se shiten jashtë kushteve higjieno-sanitare. Qytetarët thonë se megjithëse situata ka njohur përmirësim me rregullimin e tregjeve, sërish kushtet për tregtim nuk janë të duhurat. Nëse flasim realisht, këto trajtohen keq, edhe bahen në dovene jo këtë përshtatshme. Nëse keni mundësi filmoni edhe pika të tjera që janë pikisht bylmetoria që nuk lejohet të tregtohet në tokë. Prandaj është mirë që edhe vetë popullit në regjistohet që mos presin nga ligjet apo nga shteti që t'i në por vetë ato t'i bajnë. Normal që kanë frikë, unë nuk marr atë. Unë marr vetëm aty ku është licencume me shtet. Aty jo. Sepse kanë frikë se kur trin djathi shumë orë në dielli, në pranit misave, në pranit mikrobeve, atëherë ai do infektohet. Po kështu rregull kanë vu bajgi bashkia, po kur shiten gjërat nëpër tokë nuk është normale. Vetvetiu ato duan, këto zazavatë duan ato freskinë e vet. Edhe po nuk i freskove, nuk i mbajtë e pastër këto. Pastaj njerëzit janë mësuar tani han se s'kan ç'a bëjnë. Nuk ka pastërti. Shumë keq me pastërti është. Ndikon edhe temperatura shumë ndikon. Po dhe kena frikë, po se është e vërtetë ajo. Ka kushte, po këto mirë duken ishte në pamje të parë. Aksionet nga autoriteti kombëtar i ushqimit, gjithashtu dhe nga policia bashkiake në tregjet e Shkodrës nuk kanë munguar, pasi ato zhvillohen periodikisht, ndërsa me ardhen e sezonit turistik dhe me rritjen e temperaturave, inspektimet do të intensifikohen, ashtu si edhe vitet e shkuara për të bërë të mundur rritjen e sigurisë ushqimore.